Kjo ndoshta shqetësimi kryesor në aspektin e sigurisë për mua mbetet fakti që pjesëtarët e ISIS-it, të cilët kanë kry krime të rënda në Siri, ka dyshime që kanë vjedhë identitetin e viktimave të tyre dhe me pasaporta apo me identitetet të rrejme të tyre dhe kanë dalë në rrugën e refugjatëve në vendet e Bashkimit Evropian apo në zonat caktuara. Mesin e tyre? Mesin e tyre dyshohet që mund të ketë ndonjë shqiptar, madje mund të them që mund të jenë 2 shqiptar, të cilët paktën unë kam informacion, sepse ndoshta mund të jetë më shumë, nuk e di, por besoj që janë 2 shqiptar për të cilat konsideroj që mund të kemi informacion të nevojshme se të njëjtit kanë marrë identitetin e tyre për RAM, po. Nga viktimat që kanë. Ishte një përpjekje njërit ndër shqiptarët që tani pa akuzohet në Prishtinë për gjenocid, Murad Dërnjani, për ta bërë një gjë të tillë, por që fal angazhimit të dekonspirua, po. Dekonspirua fal angazhimit të ushtrisë amerikane që kishte ndikim në atë pjesë. Murad Dërnjani tani është në burgun e sigurisë të lartë në Prishtinë, pa akuzohet për gjenocid, ishte dënuar për 7 vite për pjesëmarrjen në luftat e UE, ditën e Ky kërcënimi i sigurisë tu. Po, në ditën e fundit të vujtjes dënimit, autoritetet gjermane bashkëpunë me policinë e Kosovës dhe prokurorinë speciale kanë arrestuar ndaljet burgut të Kosovës dhe kanë vendosur në paraburgim sërish dhe i njëjti pa akuzuar apo është në procedurë si për të akuzës për gjenocid, sepse bashkëshortja e tij është shumë interesant. Ka denoncuar, po, ma ke treguar, po. Është shumë interesant fakti se ky bashkëshortja e tij ka qenë serbe. Dhe besohet që është një vajzë generalit të ushtrisë i cili ka udhëheqë inteligjencën ushtarake në Serbi. Ishte martuar me Murad Dërnjanin, kishte shku bashkë me ta nga Gjermania në Siri, ajo dyshohet se është vrarë, dhe është vrarë një Gjerman i cili kishte shku me bashkëshortën e tij bashkë me Murad Dërnjanin. Gjermani sipas informacionit është vrarë dhe gruaja e Murad Dërnjanit. Më pas Murad Dërnjani e ka marrë për gruën e Gjermanit të vrarë dhe janë nisë në drejtim të rrugëve të refugjatëve për me shku në një vend tjetër, besohet dhe dyshohet që me identitet të rrem, fal një angazhimi serioz që kanë pasur inteligjenca amerikane në bashkëpunim me ato gjermane, e kanë arrestuar në Kufe, e kanë mbajtur për një kohë të caktuar në Turqi dhe e kanë nisë në drejtim të Kosovës ku e kanë dënuar për 7 vjet dhe i njëjti tani po akuzohet për gjenocid që ka kryer. Dhe fal një dëshmitari, këtë rast që është ajo Gjermania që ka qenë grua e tij dhe viktimave të tjera apo dëshmitarëve të tjerë që mund të kenë qenë brenda territorit të Sirisë. Pra që sa unë e kam parë nga komuniteti jonë që jetojnë botën e jashtme sidomos, po dhe në Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, Preshevë, e gjithandej, ka një interesim për të kuptuar çka realisht po ndodh, kush janë komuniteti shqiptar atje, ku kanë përfundu, kush ka bë krime, kush nuk ka bë krime, ku kanë qenë të listum, kush ka qenë të listum, sepse të jemi të sinqert, kur është folë për ISIS-in, për i lajmin e keq që folëm për më herët, e bota ka marrë rash, madje më kujtohet në një konferencë në Bruxelles, kur i pyetshin njerëzit, kur i tregoshin njerëzit se janë nga Kosova, nuk njefte asnjë. Po kur i përmendshë Lefdër Muhaxhein, të gjithë e njofshin. Domthon kishte arritur që një emër i përvetshëm. Nami keq. I Lefdër Muhaxhein të ketë impakt më shumë se sa vetë në shtat krejt Kosova si fjalë. Dhe prandaj mund të them që kur është në pyetje lajmi për kokë banore i keq, pati më shumë të nga Kosova, nga Kosova të shkuan. Në fakt edhe këtu nuk është që është punu mirë me statistika. E para nuk është e sigurt nëse të njëjtit janë rreshtuar të gjithë në ISIS apo ka pasur edhe në organizata të tjera. Informacion s'ka. Nuk ka informacion zyrtar apo mund të them informacion të thokt që do t'i adresohesh qytetarëve të Kosovës për të thënë se ishin kaq mund të themi se aso shqiptarë kishin shkuar drejt Sirisë. Nëse flet për këtë, mund të themi se informacion shkencor, forenzik të autopsisë të pas për Lefdërin Muhaxhein, apo jo? Vdekja e të gjithë atyre të cilët është nuk është bërë autopsia aty. Unë e di që ligji ka përcaktuar saktë se është mjeku kujdestar i cili e përcakton vdekjen e një personi me ngjarje. Unë nuk kam informacion që dikush e ka konstatuar vdekjen e personave brenda luftës në zonën e Sirisë. I konsumit të normativave juridike, procedurës ligjore. Ta konstatuar vdekjen e dikujt, kush është ai për ta identifikuar nuk ka informacion. Thjesht janë pikërisht është shfrytzuar ajo, mund të themi, ajo farë mjegulla për të kriju identitetin e rrënjshëm. E ka shpallë për shembull X personin të vdekur në Siri, derisa i njëjti e ka shfrytzuar dëshirën e një organizate jo qeveritare apo një strukture të caktuar për me tregu se ka marrë një informacion që ka vdek filoni atje dhe me marrë një pasaportë viktimës vet, me u paraqitur si sirian dhe me shku me u vendos në Gjermani. Dyshoni është ende në gjallë. Unë personalisht kam frikë sepse domi më i madh që u ka bë sigurisë vetë Shteti Bashkimit Evropian dhe Kosovës është bë pikërisht
budalleqet që i kanë folë lidhje me vdekjet, sepse e kanë për dëshira për të marrë fokusin e opinionit, ka kriju kushte që edhe përfaqësues të rëndësishëm të organizatave të ndryshme të bëjnë lapsuze të tilla duke deklaruar të vdekur apo të vdekur. Njerëz menazojnë që s'ka pas kontroll as duke mësuar që të marrë edhe identitet të rëmë në një situatë tjetër. Pikërisht sepse kanë shfrytzuar. Para mendoni në momentin kur vetëm një fakt shumë interesant është, dy gjëra që duhet përmend që janë të rëndësishme. Në momentin kur filluan me u përmend këto vdekjet nga strukturat të ndryshme në Kosovë dhe në vende tjera, filloi, mund të themi afar humbja e ISIS-it, humbja betejës së ISIS-it zonave të caktuara, dhe e dyta, pikërisht në atë kohë kriptovalutat bërën hovën e vet. Janë dy çështja. Personat të rëndësishëm që ishin kraj ISIS-it kishin nevojë plaçkat e luftës që kishin bën atë pjesë të ish vendosin në vendet të caktuara përmes parave që janë, mund të themi, në ajër, si që janë kriptovalutat, dhe të marrë një identitet, njerëzit ikin dhe dalin vendet të ndryshme me një identitet të ri, si viktima. Si shqetësim këto? Kjo shqetësimi, menoj global, aktualisht i sigurisë është se për shembull plaçkat e luftës të Sirisë, sepse ISIS-i nuk e shku për me çliruj Sirin kundër Asadit, nuk e shku për me çu sheriatin atje, po ke shku për me plaçkit, dhe gjitha zona pasi që i ka plaçkit, ISIS është tërheq, që në fakt mund të themi fronti apo mund të themi koalicioni për luftën e ISIS-it e kishte shfrytzuar si mundësi për me deklaru fitore që i ka bërë kundrejt ISIS-it. Nuk kam pas rast për shembull që kam taku njerëz të cilët kanë vujt dënimin në Kosovë, po kanë qenë pjesë të ISIS-it, kanë treguar se në Bangoz, fortifikata e fundit të ISIS-it kishin mbetur pa komandë. Dhe prandaj edhe kishin arritur kurdët që ta marrin zonën kontroll. Qëllimi i tyre është plaçka. Qëllimi ISIS ka qenë plaçka, ato kanë plaçkit për shembull. Mizore përmes shkaktimin e frikës, shkaktimin e frikës, kanë metoda që në shkencat e sigurisë njihen, domethënë shkaktimi i frikës përmes promovimit dhunës